Normalisht, situata që ishte kryuar te klubi nuk ishte as pak e mirë, mbas vendimit që morte nga Kasi që mos aktivizimit e ekipit në fazën e play-off të Champions League, por kjo gjë nuk ka mbaruar për ekipin. Shpresoj që në muajt e ardhshëm të jetë një shpresë dhe të rikthehet ajo buzëqeshja që ka pasur gjithmonë ky klub dhe objektiva që ka pasur gjithmonë të jetë në maj. Personalisht ishte shumë e vështirë se nuk ishte vendim thjesht për të qëndruar në Korçë edhe në qoftë se ishte vendim ndryshe, por një vendim që vareshte nga familja ime, që edhe një herë po bën përpjekjen dhe një sakrificë shumë të madhe duke qëndruar pranë meje. Që në momentin e parë kam pasur një lidhje shumë korekte. Ai i di shumë mirë vlerat e mia dhe gjithmonë unë i kam treguar të vërtetën në lidhjen time si me klubin dhe karrierën time dhe më ka qëndruar gjithmonë besnik dhe pranë meje duke më mbështetur në vendimet e mia, por duke parë dhe që gjithë klubet janë krijuar dhe duke marrë lojtarë gjitha dhe nuk kisha shumë kohë për të vendosur që edhe unë personalisht që të ngelesha shumë brapa me stërvitin që ekipi ka zhvilluar, dhe ishte një vendim që bashkë me presidentin ulëm e folëm dhe bëm një marrëveshje që të rikthehemi bashkë jo vetëm unë, po dhe ata çunat e tjerë që kanë mbajtur peshë më të madhe të këtij ekipit. Drejtën që do ndikojë në kjo largimeve disa lojtarë elitar që ka pas ekipi dhe që kanë mbajtur shumë vite peshë dhe të rëndë në gjithë vite duke krijuar gjithë sinebër kaq të madh, do ndikoj pak, po shpresoj që besoj nuk ka mbaruar akoma faza ajo që afrimet e lojtarëve, besoj se do afrohen dhe lojtarë të tjerë që do forcojnë akoma më shumë grupin, që të plotësohet ai grup që gjithmonë ekipi i Skënderbeut ka pasur, të fortë dhe që gjithmonë ka qenë pretendent për titull kampion. Du t'japim kohë, du t'japim atë këshilla që sot stafi teknik është në dispozicion të mbështetë dhe t'jap atë servisin e duhur dhe përgatitin që ata duhet të kenë dhe duke u dhënë kjo mundësia e artë për të luajtur në ekipin Skënderbeut, një ekip kampion, du ta marrin edhe ta shënojnë mirë atë edhe mos e lëshojnë. Domethënë du të japin maksimumin që një mundësia në këtë ekip kaq të madhe me kaq përvojë që ka bërë gjithë vite nuk të jepet çdo ditë, kështu që duhet të mendojnë shumë herë që mos i ngadduar ky shans, shumë i artë edhe për ata, që për të vazhduar një karrierë të artë edhe për veten e tyre, duke jo për të qëndruar të Skënderbeut, për të vazhduar siç kanë vazhduar dhe shumë lojtarë tjerë që janë shitur nga ekipi i Skënderbeut. Gjithmonë më të lirë është përpjekja që unë jap maksimumin çdo ditë në stërvitje dhe është ajo gjë që mua më mobilizon akoma më shumë stërvitja gjithë javës dhe duke e shpërblyer ditën e fundit që është ajo që gjithë të kohë që punon duke e treguar në ndeshjen me çdo kundërshtar.